Qysh u zhdukën 1.1 milion euro nga përparim Rama në të nderin për Gjergj Bushin. Dje përmes një lajmi cili u publikua, e kuptuam dhe shumë qartë u pa që për sheshin Gjergj Bush u zhdukën 1.1 milion euro. Kjo gjetje u bë e mundur gjatë analizimit të projektit të komunës së Prishtinës në dosjen e të nderit ku zbuluan mungesat të dyshimta milionshë, të cilat qëllimisht ose jo nuk ishin përfshirë në kalkulimet e paraqitura. Këto janë të gjetura nga ekspertë të prokurimit dhe inxhinierisë ekonomike. E skandali me këto shifra milionshë do të duhej qyshdje të mirën seriozisht nga prokuria speciale e gjithashtu pritëm do një sqarim nga përparim Rama për këto milionat të cilat janë zhdukur, sepse këto para janë të qytetarëve të Prishtinës. Por asnjëra ende nuk ndodhi. As nuk kemi hetim e as sqarim. E ne asnjëri nuk i kemi bërç përparim Ramës. Mirë po, siç po shihet, përparim Rama ka ende shumë borxhe pa i paguar.